Ta shohim edhe mrapa. Këtu duken këto sedilet, këto bucket seats, plastike në mrapa, s'janë karbon si ca makina tjera më ekskluzive, po prap pastra, mirë duken. Tash kjo ngjyra e hap me kështu të hapësirë për njolla, duhet mbajt me kujdes se bëhen shumë kollaj njollat. Nuk ka klient veçantë mrapa, në të dy ventat ka këtu, burmastering këtu, te që kontrollon xhamat, nuk ka sedili me ngruje mrapa. Kjo për në Angli mirë është me opsione, se këtu s'para kanë shumë me thonë drejtën. Hapësirë këtu te komët s'është keq, edhe pse sedilja është e shtyme. Te koka tash ka edhe këtu vend, sa dush, s'është keq, edhe kjo është panoram. Ka këtë armëresën këtu në mes, dy cup holders këtu në mes. Kjo jep goxha pamjet mirë. Jep ndriçim. Këtu jena në parking fakt këtu ne, s'është se ka shumë ndriçim. Ambient light i vazhdo dhe mrapa normal. Nuk është vend i keq me kalu kohën, po më mirë është me qenë vend party i dhon makinës normal. Tash do e marrim i Giro E63-shin S, do e shohim i pjesë performancës, se kjo me ja pa komplet duhet me pas në autostradë Gjermanie, jo këtu.